Përshëndetje, në këtë video të mësojmë se si me kriju logon e Androidit. Përshkoj këtu në Google dhe më thonë e kom kërku Android logo, pa e marrë si fotografi, përshkoj me tasën e djathtë, copy image, e kom hap ilustratorin dhe po klikoj CTRL-V dhe më thonë vendose këtu fotografia. Pa e zvogloj pak me shift, ok. Dhe më thonë nuk është një ushtrim shumë i vështirë, po për çdo ushtrim kena me shku domethënë të bëj ushtrime më të lehta duke shkuar te ushtrimet më të komplikuara. Për çdo ushtrim do të mësoni gjëra të reja dhe do ta përvetësoni punën me Adobe Illustrator. Okej, e kam marrë fotografinë kështu. Pastaj me tasën e djathtë këtu po e marr katrorin edhe po shkoj këtu. Po e bëj prapërsisht. Edhe tani për momentin kam ngjyrë të selektuar, po shkoj pe heqin ngjyrën edhe po shkoj po vendosi kufizim. Po vendosi një ngjyrë që vërehet këtë rast që është kontrast, po zgjedh ngjyrën e pembe edhe po rriti këtu trashësinë. Pra përse 3 piksela, 2 piksela ose 3 mjafton. Okej. Hapi tjetër, shikoni këtu është katror, ndërsa këtu është me rounded, me kthesa. Kështu që me klikoj pikën e parë edhe me shift edhe pikën e dytë edhe pastaj me mouse po ngrej kështu edhe po e bëj gjakorën sa po duhet këto. Okej. Hapi tjetër po e marr prapë një katror edhe po shkoj pe bëj në këtë formë. Shikoni. Pastaj po klikoj kështu edhe po ngrej pe bëj gjakorën plot. Shkoj këtë te mouse, klikoj domethënë kjo është e selektuar, po klikoj CTRL-C, pastaj CTRL-V, kjo bëhet duplikat. Edhe pastaj po vazhdoj me shift shtypur po lëvizim në këtë drejtim që mu po drejt, domethënë e bëna duplikat. Gjithashtu CTRL-C, CTRL-V po bëj kopë edhe pastaj më në njëjtë këtë edhe po vendosin këtë drejtim kështu. Tani po klikoj këtë pikën këtu edhe po e ngrej vetëm këtë. Tani edhe këtë edhe po e ngrej kështu edhe pastaj po e ngrej këtë pozicion. Pra po shkoj CTRL-C, pastaj CTRL-V edhe me shift po lëvizi këtu. A për vreni, po sigurona kur po du me lëviz, po selektoj kufizimin për shkak se nëse selektoj këtu nuk lëviz. Do thonë, e rëndësishme është me selektu në kufizim në këtë rast. Okej, kjo pjesa u kry. Tani kemi këtë pjesën lartë. Për pjesën lartë po e marr një me tasën e djathtë po e marr një rreth edhe po klikoj rrethin me shift në proporcionale prej qoshin që është, pastaj po shty rrethin me shiqet me ardhen në këtë pozicion. Siç po vreni këtu nuk është një rreth perfekt, me siguri logon që kam zgjedh unë në Google nuk është e rregulluar mirë, se përndryshe kjo është rrethi perfekt sepse e kena kriju me shift. Hapi tjetër, shkoj me marr me katrorin, pastaj shkoj këtu deri te ky këtu. Shikoni katrorin edhe klikoj me shift edhe rrethin. Edhe pastaj te Pathfinder. Unë kam këtu Pathfinder, nëse ju nuk e keni shkoni e gjeni te Windows edhe shfaqni Pathfinder këtu. Në Pathfinder e zgjedhë këtë opcionin, tik, shikoni kjo e prejnë këtë pjesën e poshtme. Edhe hapi tjetër është, po e marrim prap katrorin, po e bëjmë prapërsisht kështu një is. Okej, kjo për momentin tani nuk ka as fush as kufizim, po shkoj po jap ngjyrën e pembe, njëjtë po veproj edhe kështu po bëj 3 piksela trashësinë. Gjithashtu po klikoj këtu te vija, po e bëj me rounded domethënë me kthes edhe po e lakoj prapërsisht si kjo. Domethënë po e lakoj pa shift për arsye se me poshtati siç është këtu në fotografi. Okej. Tani hapi tjetër po klikoj kët CTRL-C, CTRL-V. Po e klikoj këtu dhe po shifti shtypur po e bëj deri në këtë drejtim. Pastaj me tasën e djathtë mbi kët klikoj transform, tani reflect. Preview, shikoni.
Tani me pas këtu të selektu me vertikal, këtu 90 shkallë, klikoni OK, edhe pastaj po shkoj kështu. OK. Hapi tjetër, po i klikoj për zgjedhje këtu rrethin, edhe po i krijoj syt. Njësoj edhe këtu të syt, klikoj këtë, po e bëj 3 piksela. Ok, Ctrl+C, Ctrl+Shift+V, po e barti këtu. Ok. Tani, pe fotografin për lëvizje poshtë, se fotografin e përdora vetëm për masa. Shikoni tani, po i selektoj këtu, edhe nëse i bëj bashk, shikoni këtu bënë 1. Pastaj, nëse shkoj këtu, shikoni ngjyrë, kjo këtë transparente. Unë po i selektoj këto të gjitha, a nëse marr i edhe klikoj mbi këtë, kjo e merr këtë ngjyrën e kësajna. Ndërsa shikoni tani edhe syt janë bo ky syni, pra edhe këtu, do të thonë që po i selektoj kështu, pastaj me shift të selektoj këtë mallën për heki edhe metët kufizimi vishte syt. Tash syt, po klikoj këtu të Pathfinder, bohen si një objekt. Pastaj me shift për klikoj edhe këtë, edhe klikoj këtë për me pre me bo vërim, mu bo transparente. Tani selektoj të gjitha, edhe klikoj i bëj prap dhe me thonë unit, i bëj bashk, edhe shikone. Tani kjo është fotografi që kena marrë nga interneti, nëse rrit me shikone kësa në shkon të hub kualiteti. Nërsa, kjo është vektor, edhe këta rrit me sa dush, edhe nuk i hub kualiteti. Përveç kësajna fotografisë nuk mumi me ndru ngjyrën, nërsa kësajna mumi me ndru farë dush ngjyrën.